Të nderuar qytetarë, të dashur përkrahës të lëvizjes vetëvendosje. Mirë se erdhët në këtë tubim të rëndësishëm të balotazhit, ku bashkë po dëshmojmë se besimi, ndershmëria dhe përkushtimi janë vlerat që na bashkojnë. Me respekt të veçantë, përshëndesim kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurtin. Një udhëheqës me vizion, me përkushtim dhe me vendosmëri, që ka rikthyer besimin e qytetarëve në qeverisje, në drejtësi dhe në të ardhmen e vendit tonë. Faleminderit kryeministër, që 3 herë vetëm gjatë kësaj fushate keni qenë pranë nesh. Një përshëndetje të veçantë për kandidatin tonë për kryetar të komunës, profesor doktor Ali Dula. Njeri i punës, i ndershmërisë dhe i vizionit për zhvillim të barabartë. Ai ka qenë afër qytetarëve, ka dëgjuar çdo zë dhe ka treguar se qeverisja lokale mund të jetë e drejtë, e hapur dhe e përgjegjshme. Një falënderim i posaçëm për bashkëshortën e tij, zonjën Aida Dula, për përkrahjen përkushtimin dhe rolin e saj të pandashëm gjatë këtij rrugtimi. Mirënjohje të thellë për të gjithë kandidatët për Asamble Komunale dhe për aktivistët e lëvizjes vetëvendosje, që me punë, energji të cilat me punë, energji dhe besim kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në këtë proces. Fal jush, sot jemi më të bashkuar, më të fortë dhe më afër fitores. Të dashur qytetar, tani kemi kënaqësinë dhe privilegjin të mirëpresim njeriun që udhëheq me vizion dhe përkushtim, kryeministrin zotri Albin Kurti.
Të dashur qytetarë të Rahovecit, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, ju falenderit shumë për këtë mikpritje kaq të përzemër sa që të zjarrt, andaj vazhdoni edhe sonte, edhe nesër me këtë entuziazëm, pas nesër votojmë bashk, fitojmë bashk dhe festojmë bashk atëherë kur komisionerët nga vendvotimet do të na sjellin rezultatin që Ali Dula doli i pari. Me profesor Aliun ne jemi bashkë si aktivista në lëvizjen vetëvendosje dhe kemi bashkëpunim të shkëlqyer. Është koha që qeveria qendrore e Republikës të Kosovës ta ketë në komunën e Rahovecit një kryetar profesor në mënyrë që ta ndërtojmë urën dhe të mirat e Republikës të Kosovës të vinë gjithnjë e më shumë edhe në komunën e Rahovecit, e cila i ka dhënë aq shumë edhe çlirimit, edhe paqes, edhe demokracisë, edhe zhvillimit, edhe kulturës, edhe sportit, jo vetëm Republikës Kosovës, por mbar kombin shqiptar. Në nivelin qendror jemi shumë të gëzuar që buxheti për vitin e ardhshëm do të jetë 4 miliardë euro. E kemi gjetë buxhetin 2.4 miliardë në vitin 2021, vitin e ardhshëm, pra mas 5 vjetëve është 4 miliardë. Në këtë rast, ekonomia e vendit tonë e vitit 2021 ka qenë 7 miliardë. Në vitin e ardhshëm bruto produkti vendor bëhet 12 miliardë. Për 5 vjet, për çdo vit ka 1 miliardë ja kena shtu ekonomisë së vendit tonë. Dhe këtë rritje ekonomike ne nuk e kemi mbajtur për shtet, po e kemi shpërndarë për shoqëri. Për herë të parë në Kosovë ka mbështetje financiare për nëna lehona edhe shtesa për fëmijë, ku këtu në Rahovec 2340 nëna lehona dhe mbi 12000 fëmijë kanë marrë mbështetje që vazhdon të rritet dhe kësaj kontribon në mirëqenjen e familjeve të tyre. Para qeverisje son për ekzekutivin Prishtinë në Kosovë nuk ka pas nona e fëmijë përveç fëmijëve e nanave tyne. Nuk ka pas për tjerë. Domethënë vetëm për vete, vëllezërit, familjarët, kushërit e tyre, fëmijët e tyne, gratë e tyne, veç për ata ka qenë shteti i shndruar në pushtet. E tash, përveç se na kena sjell shtesa për fëmijë dhe mbështetje për nonat e reja lehona, i rritëm ato. Për 2 fëmijë në një familje kanë qenë nga 20 euro, e për 3 fëmijë nga 30 euro, jenë bërë nga 30 euro edhe nga 45 euro. Kështu që një familje që i ka morë 40 euro i merë 60 euro, një familje që i ka morë 120 euro i merë 180 euro. Sa ma shumë fëmijë, qaq ma shumë shteti i Kosovës ndihmon, edhe qeveria Republikës do të jetë pranë jush. E natyrisht që ne nuk kujdesemi vetëm për nanat e për fëmijët e Kosovës, por gjithashtu edhe për të moshuarit. Pensionin e moshës, mbi moshën 65 vjeçare, pensionin bazik, që e kemi gjetë 90 euro, e kemi bo njerë 100 euro, 120 euro, dhe tash në mbledhjen në 273 qeverisë, 150 euro do t'jetë pensioni për 200.000 përfitues. Dhe jo vetëm kaq për shkak se për 4 vjet pensionistët e dinë mirë që kanë marrë mbështetjen e njëhershme prej 100 euro, që do të thotë për 4 vjet pensionistët e Kosovës e kanë marrë 5 herë pensionin e 13. E në këtë frym, në vitin e ardhshëm, me ligjin për buxhet,
të miratuar tashmë në qeveri e që e pret edhe dritën jeshile në kuvendin e Republikës, krejt punëtorët në sektorin publik që punojnë 12 muaj do t'i marrin 13 rroga. Ndërkaq punëtorët në sektorin privat do t'a kenë pagën minimale 500 euro për një korrikut vitit arshëm, 425 euro për një janarit vitit arshëm, a ju e dini që na kena gjetë 130 e 170 euro, e bënëm 264 euro dhe së fundi o 350 euro. Për shkak se na e dim që ekonomin e vendit ton dhe mirëqenjen e të gjithë shoqërisë e mbajnë pikërisht punëtorët për të cilët jemi pafundësisht falënderues. Punëtorët në bujqësi e blegtori, punëtorët në industri e zejtari, punëtorët në tregti e në prodhimtari. Tash të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, edhe për bizneset ne kemi përgatitur në mandatin tonë të ardhshëm një pako shumë të madhe të mbështetjes. Për prodhimtari do të kemi mbështetje për sektorin privat deri në 1 miliard euro. Për ushtri po ashtu deri në 1 miliard euro. Dhe me buxhetin për vitin e ardhshëm 1 miliard euro për shpenzimet kapitale në vitin 2026. E jemi të interesuar që të kemi një kryetar në Rahovec që është i ndershëm e patriot, por edhe i dijshëm, që i bën kërkesa qeverisë e jo ankesa asaj, që punon për qytetarët e jo për partinë. Prandaj, mbështeteni pa pushim e pa kursim e pa rezervë me 9 nëntor Dielën Ali Dulën me numër 105 për kryetar të ri Rahovecit. Në Rahovec kemi mbështetur rreth 12.000 bujqe fermer me grante subvencione, kështu që i bie që çdo i 10 bujk a fermer i mbështetur në Republikën e Kosovës është në komunën e Rahovecit. Bujqësia edhe ushtria, përkatësisht grante subvencione dhe armatim e municione është përqendrimi më i madh me alokim buxheti i qeverisë u hequr prej meje. Në Kramovik të Rahovecit do të ndërtohet parku solar me kapacitet për 100 MW. Ankondin e ka fitu nga mërgata jonë një konzorcium Orlati, Zvicër, Gjermani, por e ka pasur ofertën më të ulët, më pak se 49 euro për 1 MWh. Edhe kjo është parku i parë në vendin ton i këtij lloji. Parku do t'i rrisë kapacitetet tona gjeneruese të energjisë, por gjithashtu edhe vendet e punës këtu të ju. Matej, po e mbështesi me ofër 8 milion euro ndërtimin e rrugës me 4 korsi Rahovec-Zërc. Pastaj, me gati 5 milion euro për 3 vjet të ardhshëm ndërtimin e stadiumit në Rahovec dhe me 2.5 milion euro ndërtimin e qendrës kulturore multifunksionale. Afër 4 milion euro investime në infrastrukturën arsimore në Rahovec, një qerdhe që tashmë kemi ndërtuar dhe një që është duke u ndërtuar, do të ndërtojmë edhe tjera përveç qerdheve me financim prej qeverisjes qendrore, është ndërtuar tashmë shkolla të tredëshmorët, që gjendet mes 2 fshatrave Vrajak dhe Bratutin, ndërkaq një shkollë tjetër, shkolla në Pastasel, është në ndërtim e sipër. Rahoveci, këtu në Rahovec toka flet. Këtu vreshtat dhe bujku kanë histori e traditë, sepse këtu ka dinjitet. Prandaj ujitja nuk është opsion, është domosdoshmëri urgjente. Është jetë, ne nuk e shtym, ne nuk e vonojmë, nisim punën me njëherë për çdo parcel, për çdo vresht, për çdo familje që jeton me merit nga mundi i vet, sepse Rahoveci nuk është një vend që pret, Rahoveci është vend që punon, që rrit prodhimin, vend që fiton e këto i mundson e i garanton së pari Ali Dula, kryetari i Rahovecit dhe së dyti që është njësoj sikurse së pari bashkëpunimi i ngushtë, miqësor, publik, transparent i komunës së Rahovecit me qeverinë e Republikës.
Por nuk mjafton vetëm ndërtojmë shkolla e qerdhe, Rahoveci duhet jetë një qytet që edukon fëmijët prej veçlis, qytet që jep mundësi, jo veç premtime dhe leti modernizojmë shkollat, pra t'i pajisim klasat, të rritim edhe cilësinë e mësimdhënies, por edhe të mësimdhënies. Përveç kësaj do ndërtojmë edhe poliklinikën specialistike këtu në Rahovec, mjekët specialist, pediatri, ginekologu këtu do t'jenë për juve, për shëndetin tuaj. Nëse dikush dëshiron t'a di me qeverinë e vetë vendosjes si duket një poliklinik specialistike, tashmë e kemi ndërtuar në Podujev në Lap dhe qytetarët e Podujevës nuk vinë Prishtinë ore qas për probleme shëndetësore apo për çfarëdo kontrollash rutinore apo të tjera, por e kanë poliklinikën atje e cila teknologjin e ka më të re, por dhe pajisjet sidomos i ka më të reja se sa qendra klinike universitare e Kosovës në Prishtinë. Një të tillë do ta ndërtojmë edhe këtu në Rahovec. Të rit i kthejmë të sporti, të kultura, të arti, të krimtaria, të rit duhet të jenë aktiv sepse kanë energji e talent. Qyteti duhet ndriçoj, rrugët duhet hapen, lagjet jenë më të pastërta, të rregulluara, të sigurta, jo me improvizime, por me standarde, me qeverisje të ndershme. Konkretisht rruga Rahovec-Suarek në 4 korsi nuk është thjesht asfalt, është qarkullim, është treg, është ekonomi, është vreshti që shkon treg me kohë, është prodhimi që del me kosto më të ulët, është turisti që vjen, është mundësia që hapet për të gjithë. E tash ne jemi të interesuar që ta kemi një kryetar, i cili përveç që e din që Rahoveci është qytet i vreshtave, që e kupton që Rahoveci është ai i cili tokës i jep jetë dhe toka na jep frym për mirëqenie e për zhvillim. Përveç që Rahoveci është vend i rrushit që lulëzon e gufon, njëkohësisht një kryetar i cili i dëgjon njerëzit e Rahovecit. Jo vetëm i njeh Rahovecin, por i dëgjon njerëzit e Rahovecit, që punon me ta e për ta, që e sjell zhvillimin e mirëqenien për gjithë. E Ali Dula është ky njeri i ndershëm, profesionist që e don Rahovecin me gjithë zemrën. Rahoveci ja ka dhënë shansin sepse qyteti e njeh dhe e vlerëson energjinë, për kushtimin dhe vizionin që ai e sjell për çdo rrugë të secilës lagje e për çdo lagje të qytetit e të fshatrave të komunës, ku njerëzit duhet të jetojnë me dinjitet dhe ta kenë shpresën për një të ardhme të ndritur në vendin e tyre. E për këtë Ali Dula e ka edhe pjesën e dytë. Pjesa e parë ishte me 12 tetor, pjesa e dytë është me 9 nëntor. Për ta fituar këtë betejë duhet fituar pjesën e dytë, andaj të dashur qytetarët Rahovecit është në dorën tuaj që Rahovecit t'ia sjellni një kryetar që i duhet. E unë jam i bindur që kryetari që duhet është pikërisht profesor Ali Dula. Ne e dim që teknikisht, vizualisht, formalisht, Ali Dula nuk është vetë aty në fletë votim, është dhe një tjetër aty për fundi. Është kundër kandidati i profesor Ali Dulës, kryetari vjetër, shumë i vjetër që 12 vjetë. Rahoveci ka po shumë klientelizëm e stagnim, në vend që me po zhvillim, barazi, funksionalitet të mirëqenie, një urbanizëm që është pothuajse i shkatruar, ndërsa gjitha resurset komunale, veçanërisht ato në bujqësi, janë dhënë për të favorizuar rrethin e tij. Këso komuna me këso kryetar nuk gjejnë bashkëpunëtor. Rahovecit nuk i duhet një kryetar që e minon demokracinë në asamble komunale, centralizon pushtetin, nuk i duhet një kryetar që pengon qytetarët dhe komunitetit të marrin vendime për të ardhmen e tyre. Andaj një këso kryetari e keni provuar, unë jam i bindur më shumë se që duhet, 12 vjetë,
dhe nuk keni nevojë ta bëni 16 vjeçar në pushtet këtë kryetar. Rrjedhimisht jepja një shansin të qeverisë Ali Dula nga 9 nëntori e këtij. Pra me 9 nëntor vendosni për Ali Dulën sepse vendosni për zhvillimin, vendosni për dijen, vendosni për të ardhmen e Rahovecit, për numrin 105, për një Rahovec që modernizohet dhe që ndon drejtësi e kur fillon zhvillimi nuk lën asnjëri mbrapa. Me këtë rast të nderuar qytetar, më lejoni që të përmendi faktin se secili prej jush është mirë para votimit ta shikoj vend votimin e sakt ku e ka të dielën, sepse kanë pasur disa ndryshime dhe kemi marrë ankesa që një qytetar shkon të votoj me 12 tetor dhe i thonë shkon në filan fshati tjetër se të është në rrugën votimi. Pra kontrollojeni në web faqen e KQZ-s në internet linkun ku e keni vend votimin. Mjafton që aty ta vendosni numrin e identitetit dhe datëlindjen dhe menjëherë ju del emri i shkollës dhe numri i klasës ku votoni. Mos u nisni pa e kontrolluar. Por ma pak se 1 minutë e kontrolloni e i fitoni disa orë mandej. Por nëse edhe dikush është nis pa e kontrollu, votoni para dite, që edhe nëse e keni vend votimin e ndrruar, të mund shkonin mes ditë a pas dite të vendi tjetër. E jo të shkoni për herë të parë në pas ditën e vonë, në këtë orë për shembull sikur ne sonte këtu, dhe më pastaj nëse e ke vendin e votimit diku tjetër, bëhet e pamundur të votosh më tej. Nëse dikush prej juve ka vështirësi në këtë linkun e KQZ-s ta gjej shkollën e klasën ku duhet të votoj, kërkoni ndihmën e vllaut, motrës, djalit, vajzës, nipit, mbesës, në mënyrë që ta kuptoni sakt se ku e keni vend votimin. Dhe tjetra, ta keni parasysh që kemi pasur një situatë të çuditshme me 12 tetor, ku është rritur tepër shumë numri i votave me asistencë. Ndoshta disa kanë qenë të arsyeshme, por nuk duket që gjitha ato kanë qenë të arsyeshme. Një numër më i madh se sa që ne besojmë është realiteti, janë lajmëruar si persona të cilët kanë problem me shëndetin, kanë problem me shikimin, që janë analfabet, që nuk dinë të votojnë e kështu me radhë. Dhe kanë kërkuar asistencën e cila ne dyshojmë që është përdorur që të kontrollohet vota. Dhe ajo që kam dhënë më shumti është që një numër i madh i tyre të lajmëruar janë gra. Pra, thuase kemi burra të cilët kanë dashur të kontrollojnë se ku më di çush po votojnë gratë, edhe rrjedhimisht i kanë regjistruar gratë më shumë se më parë janë regjistruar që të votojnë me asistencë. Unë kuptoj që dikush mund të ketë nevojë për asistencë, por në disa komuna është tepruar me këtë asistencë. Për shembull në komunën Fqinje me Rahovecin, në komunën e Malishevës ofër 2000 veta me asistencë. Pra ky teprim na e sjell dyshimin që diçka tjetër është në pyetje. Ndoshta dikush i ka ble votat dhe tash dyshon që përkundër marrjes së të hollave nuk do ta votoj ato që ja ka dhënë parat dhe prandaj ja cakton një kontrollor kinse po e asiston në mënyrë që të sigurohet që do të votoj për atë që ja ka dhënë parat. Pra, këto gjëra janë lëndim i demokracisë. Dhe ju lutem që bisedoni me qytetarët, mos pranoni kësi metodash antidemokratike, mos lejoni kurfar kërcënimesh e kurfar shantazhesh. Rahoveci ka vujt shumë, Rahoveci ka sakrifikuar shumë. Mos pranoni që për ndonjë favor të dikujt të mos i kemi 4 vjet me mirëqenie e me dinjitet. Unë jam shumë i nderuar që jam këtu në mesin tuaj. Se e di që Rahoveci ka humb njerëz të vet si dëshmorë të kombit e martirit, të lirisë, disproporcionalisht me madhësinë që ka si komunë. Na e dim, Rahoveci është vendi i gjakut dhe i djersës. Rahoveci është
vend I njerëzve të jashtëzakonshëm e të papërsëritshëm, si Ukshin Hoti e Gjevdet Bojraj. E më lejoni të përshëndes këtu vllaun e Ukshin Hotit, Basin Afrim Hotin. Si dhe bashkëpunëtorin e Bacësuk, profesor Ukshin Hotit, Ismet Gashin, që është njëkohësisht edhe prindi I dëshmorit Bekim Gashin. Sa ma shumë ndërgjegjësoni njerëzit për rëndësinë e ditës së diel, ku për disa minuta përcaktohen 4 vjet. Me 12 tetor I keni pas 2 fletë votime. Tash është veç një fletë votim. Në atë fletë votim janë 2 rreshta, janë 2 emra, janë 2 numra. Veç ato të parin këshurne, shikimin drejt. Numri 105 Ali Dula. Mbajeni në vend votim shikimin drejt lart e krenar të numri 105, jo të ai numri tjetër 100 e fiu, as nuk e di që sa është, kush është. Pra, shikimin lart, jo shikimin poshtë, se kur të qysh poshtë jenë këpucat. Shikimin lart, 105 Ali Dula vetëvendosje. Dhe krejt në fund të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi. Profesor Ali Dula, me 12 tetor, I ka marrë 5199 vota. Me datën 9 nëntor, ai që voton I parin 7 mëngjesit, nuk është vota 5200, është e para. Gjithë shka fillon mbi fillimit, prej zeros nisë edhe njëherë. Mos mendoni për shembull që I kena aty votat e 12 tetore, veç atë mashtohen tash. Dhe më thonë, kutit janë zbrazta. Mos llogarisni që tashmë ne I kemi këto 5199, po të shikojmë sa po hipim lart. Ne sigurisht që do të hipim lart e më lart derisa ta bëjmë malin gretor. Po edhe në Rauvec, edhe 11 komuna tjera ku vetëvendosja është në balotazh, numrimi fillon prej zeros. Andaj, në një familje për shembull me 7 antar, nuk mjafton me votu 3-4. Nuk mjafton me votu as 6 nëse kanë drejt vote. 8-7 do të me votu nëse janë mbi moshën 18 vjeçare. Prandaj në këto orët e mbetura kontaktoni familjen e Farefisin, shoqërinë, kolegë të Kojshit, kushërit e afërt e të largët nga të gjitha anët që të votojmë masivisht dhe të festojmë bashkarisht të dielën mbrëma këtu në Rauvec me kryetarin e ri, profesor Ali Dula. Letë punojmë pra natë ditë natë dhe në çdo fshat të Rauvecit, në çdo lagje të qytetit, për çdo rrugë e shtëpi, përpara na prifte mbara. Ta shiftoj që të vi para jush atë I cili është midis jush kryetari I ardhshëm I Rauvecit, profesor Ali Dula. I dashur kryeministër I Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, këtu para gjithë qytetarëve të komunës së Rahovecit, ju shprehi mirënjohje të thellë për gjithë bashkëpunimin, koordinimin dhe dorën e shtrirë të qeverisë
së Kosovës për komunën e Rahovecit, ku mbi 20 milion euro vetëm në këto 2 vitet e fundit i keni dhënë Rahovecit. Prandaj faleminderit shumë dhe t'ju jemi mirënjohës përgjithsisht. Të dashur qytetarë të komunës së Rahovecit, vëllezër dhe motra, zonja dhe zotrinj, të rinj e të moshuar, sonte jemi këtu në këtë tubim madhështor, jo që po e përmbyllim vetëm një fushat, po e përmbyllim një rrugtim të zemrës, të shpresës dhe dashurisë për komunën e Rahovecit. Dhe po ashtu, sonte po i shprehim mirënjohje gjithë atyre bashkëqytetarëve që gjatë javëve, gjatë ditëve që i kemi takuar, i kemi ndarë hallet, brengat, nevojat, kërkesat dhe ëndrat tona për komunën se si duhet jetë sa më mirë, sa më drejt dhe sa më e barabartë, por mbi të gjitha jemi besatuar që ajo çka është më e rëndësishme komunës son i duhet ndryshimi jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm në të dielën që na pret. Rahovecia është toka jonë, është djepi i punëtorëve, i vreshtarëve, i njerëzve të pa nënshtruar dhe të pa anashkaluar asnjëherë. Por, qytetarëve të Rahovecit nuk i është dëgjuar zëri, janë lënë anash, bujqit janë të lodhur, arsimi është i politizuar, nuk kemi ndonjë agroturizëm të zhvilluar, pra të gjitha këto janë evidente dhe ne gjithë këtë situatë e kemi skenuar. Por, ajo çfarë është më e rëndësishme, qytetarët e komunës son kanë filluar që të humbasin edhe shpresën se politika mund të ndryshojë diçka për të mirën e tyre. Unë jam këtu para jush, sonte, që t'ju them publikisht se po, mundemi ta bëjmë të ndryshim, vetëm së bashku të dilen kur bashkohemi, të bashkohemi të gjithë së bashku këtë të diele dhe t'i marrim në duar tona përgjegjësinë për të ardhmen tonë. Andaj, si biri i juaj, si biri i Rahovecit, po ju flas më shumë se sa një politikan, jam këtu për të kërkuar shërbimin për cilën sot jam i ofruar komunës së Rahovecit. Nuk jam këtu për të kërkuar pushtetin, për t'ju respektuar dinjitetin. Dhe ky besim që po e kërkoj nga ju, është për zhvillimin ekonomik të Rahovecit, për një bujqësi të organizuar dhe moderne, për një arsim të depolitizuar, për përkrahjen e grupeve të marginalizuara, për një agroturizëm të zhvilluar, për platforma digjitale, për inovacionet të rinjve që e kemi quajtur në programin tonë Rahovec Smart City, për një ambient jo vetëm politik, por edhe atë lokal sa më të pastër dhe mbi të gjitha për zhvilluar një klimë dhe një demokraci sa më të mirë, jo vetëm në asamblenë komunale, por në gjithë spektrin lokal politik që i mungon tash e disa vite komunës së Rahovecit. Të nderuar bashkëqytetarë, kjo edile është vendose për të ardhmen tonë. Andaj, zgjohuni herët në mëngjes, merrni familjet tuaja, merrni miqtë tuaj dhe shkoni direkt te kutia e votimit, sepse kjo edile, kjo ditë nuk është për mua, është për ju, është për familjet tuaja dhe mbi të gjitha është për komunën tonë që e duam kaq shumë, komunën e Rahovecit. Qytetarët e komunës së Rahovecit tashmë kanë vendosur për ndryshimin. 63% kanë votuar për ndryshim. Subjekte tjera të cilat sot nuk janë pjesë e garës, i ftojmë që të na bashkangjiten për këtë ndryshim. Ndryshimi jemi ne, ndryshimi jeni ju dhe të dielën ta jetësojmë së bashku këtë ndryshim në orën 21 ta shpallim fitoren triumfatore me numrin 105.
krejt në fund, Zoti e bekoft Ralvesin, Zoti e bekoft Kosovën. Ju falenderit shumë nga zemra për besimin, për dashurin, për shpresën dhe për guximin tuaj. Të dielën gjithë së bashku për ndryshimin 105 dhe fitoria e pashmangshme. Edhe njëherë ju falemderin natën e mirë dhe miru pafshim në festën e madhe të Dësvëtilës.